Na tregoni 26 arsye pse një person duhet të zgjedhë profesionin e policit. Këto nuk janë 26 arsye, po nështë një 260. 26 prej tyre, po i përmendim fillimisht. Unë jam i nderuar shumë që në 26 vjetorin e juaj jam edhe musafir ju, po edhe po mirë për rasti që t'i thras të rritë dhe të rejat që të virë dhe të konkurrojnë në policinë e Kosovës. Le të konkurrojnë në policinë e Kosovës sepse këto sigurisht që i shërben atë dhejot. Nuk ka detyrë ma të shejt, nuk ka detyrë ma të mirë që t'i shërbet atë dhejot. Atë dhejot jonë është i mirë. Është i mirë kur e thom me plot bindje, sepse kemi edhe klim të mirë. Dhe më thoni, dallon të gjitha stinat. As nuk të përslon dilli, as nuk të mërdhin dimri. Kemi male të mira, kemi fushat të mira, kemi ujë të bosh. Andaj, kjo është njëna prej arsyeve që duhet me ardhë në policinë e Kosovës edhe kadal neve me na çunë në pension. Arsyeja tjetër e mbron jetën dhe pronën e të tjerëve. Nuk ka ndjen më të mirë se ti kur e ndin se dikush qet rri në shtëpinë e vet sepse e din që dikush është jashtë. Dikush është në mbrojtjen e tij ose në mbrojtjen e pronës së tij ose në mbrojtjen e rendit dhe të ligjit. Profesion i dinitetshëm. Njerëzit të respektojnë kur punon me nder. Andaj nuk ka më mirë, nuk ka diçka më krenari se kur të tjerë të respektojnë. Ka mundësi të trajnimit dhe specializimeve jashtë. Tani jemi në epokën e digitalizimit. Tani nuk është sikur që kemi qenë 26 vite më parë. Njësitë tona forenzike kanë avancuar shumë dhe kemi shumë metoda më të avancume edhe në vend të ngjarjes. Njësitë tona të trafikut në të gjitha nivelet kanë avancuar shumë, sepse e përmenda fillimisht që edhe i kemi makinat inteligjente, edhe i kemi njerëzit shumë të avancuar. Ma pastaj njëna prej arsyeve është se këtu të rritë kanë mundësi që të zhvillohen edhe në trajnime jashtë vendit. Shembull marrë, unë personalisht e kam pas një trajnim në shtetin e Britanisë së Madhe, më saktë në Wales, ku kam pa që se si policia e tyre vepron në një mënyrë shumë të thjeshtë, po jashtëzakonisht efektive. Këtu e mundson teknologjia. Dhe më thonë në kamera digitale të cilat shembull në për qytetet tona pothuajse janë gjithkat instaluar, andaj kjo na ndihmon edhe në zbulimin edhe të vjedhjeve, edhe në zbulimin ose hetimin e aksidenteve, edhe të gjitha këto ka edhe shumë të tjera që ndoshta ti përmend të gjitha janë arsyet pse duhet me ardhur në policinë e Kosovës.